Nderuar familjar, miq, artist dhe dashamirës të muzikës. Sot jemi mbledhur këtu për të nderuar jetën dhe veprën e Shpat Kasapit, një artist që la gjuhën të thella në muzikën dhe kulturën shqiptare. Shpati ishte një zë i veçantë dhe artist i madh, i cili solli këngën që u pjesë e jetës sonë, këngë që u këndua në festa, në gëzime, në mall dhe në dashuri. Pa ishte kudo dhe përherë. Shpati kishte një shpirt muzikor autentik, që dalloi e veçoi nga të gjithë tjerët. Në çdo këngë të tij dëgjoj dashuria e thellë për artin, muzikën e publikun, të cilit i dha aq shumë hite. Zëri i tij ishte unik, prandaj ngjall emocione për herë. Shpati i fliste publikut përmes artit të tij, me një thjeshtësi të rrallë dhe me një stil që identifikonte menjëherë. Ai ishte i dalluar edhe për nga stili edhe për nga tingulli, duke vendosur një prani që nuk mund ta injoroje. Përtej artit, Shpati ishte njeri i qeshur, i sjellshëm e i dashur. Energjia e tij pozitive ndihej kudo dhe kujtimet për të mbeten paq të forta sa këngët që la pas. Trashëgimia e tij muzikore është e çmuar dhe do të jetojë gjatë. Këngët e tij do të vazhdojnë të dëgjohen me të njëjtin emocion dhe respekt që ka shoqëruar karrierën e tij. Kontributi i Shpatit është pjesë e kulturës sonë moderne dhe do të mbetet i vlerësuar brez pas brezi. Sot i themi lamtumir me dhimbje, por edhe mirënjohje. E falenderojmë për muzikën, për punën, për dashurinë që dha. E falenderojmë që na la një pasuri të çmuar për të kujtuar dhe për të dëgjuar. Pavarësisht trajtës trupore, arti i Shpatit do të jetojë përherë në mesin ton, ashtu siç do të përkujtojmë gjithmonë këngëtarin ton. Lamtumir Shpat, qofsh në mëshirën e Zotit.